Ulje të çmimeve të benzinës dhe naftës për nga 1,50 denar për litër pret qeveria me vendimin e nesërm të Komisionit Rregullator të Energjetikës. Kryeministri Mickovski theksoi se mbetet në fuqi edhe masa e rënë dakord me Oktan deri në fund të këtij muaji, me të cilën zbritja për naftën është 3 denar ndërsa për benzinën 2 denar për litër. Mickovski potencoi se jemi vend me çmimet më të ulta të karburanteve në rajon, duke paraqitur të dhëna krahasuese me vende tjera. Очигледно дека мерките кои што ги превзема оваа влада се сосема поинакви и тие мерки резултираат со ова да бидеме според Меѓународниот монетарен фонд трета земја во Европа според обемот на мерки кои што се имплементирани за да се амортизира енергетската криза и да бидеме држава со најниска цена на бензините и дизел горивото во регионот согласно мерките кои што ги превземавме. Qeveria në mbledhjen e djeshme mori vendim për vazhdimin e masës së uljes së akcizave për derivatet e naftës deri më 4 maj. Me të ulet akciza për naftën me 4 ndërsa për benzinën me 2 denar për litër, por u ndryshua vendimi për uljen e TVSH-s. Tani shkalla e privilegjuar prej 10% do të vazhdojë të aplikohet për benzinën, ndërsa për naftën dhe karburantet e tjera TVSH-ja kthehet në 18%. Kryeministri pret ulje të çmimit të naftës edhe pavarësisht kthimit të TVSH-s në 18%. Заклучивме дека со враќањето на данокот на додадена вредност од 18% повторно ќе имаме намалување на цената на дизел горивото, имајќи го во предвид просекот од минатата недела, додека пак кај бензините таа состојба не беше таква и доколку го вратевме и таму на данокот на додадена вредност на 18%, тогаш ќе имавме зголемување на цената на бензините, затоа одлучивме да остане и оваа недела 10, односно и следните 2 недели 10%. Kryeministri hodhi poshtë kritikat e opozitës se masat kishin vonuar dhe nuk kishin qenë të mjaftueshme, theksoi se inflacioni tani është 4,9% dhe pret që nga maji, siç thaj, gjërat të vinë në nivelin që e presim.